7 viktima, në mesin e të cilëve edhe një fëmijë e humbën jetën në 6 incidente gjatë vitit të kaluar në rajonin e Pollogut. Viti 2015 u karakterizua me vdekjen e një 10 vjeçari që humbi jetën nga një plumb qorr në Gostivar. 2 vëllezër u vran nga të afërmit e tyre në fshatin Merov. Vëllau e vrau vëllaun në Tetov. Burri e masakroi gruan ndërsa një djalë i ri ishte vrarë në një lokal nate gjatë një incidenti, kurse një 43 vjeçar u vra në një çajtore në Reqic. Sipas policisë, pjesa dërmuese e vrasjeve janë kryer me armë zjarri. Në një rast viktima është vrarë me SPAT, në një rast tjetër me thik, ndërsa në të tjerat është përdorur armë zjarri. Profesori i kriminalistikës Qebir Avziu thot se efikasiteti i luftës ndaj kriminalitetit, sidomos tek vrasjet është i lartë, sepse nga 6 vrasje të zbulohen 4, kjo do të thot se diku rreth 70% është efikasiteti i zbulimit. Sipas tij, zbardhja e vrasjeve dhe ky efikasitet nuk është i vogël, në qoftë se krahasohet efikasiteti me vendet tjera të Europës. Atëherë lirisht mund të themi se tek vrasjet jemi shumë më mirë se disa vende tjera të Europës, por në qoftë se krahasohemi me vepra tjera penale, të vjedhjes dhe mashtrimeve, atëherë në këto raste efikasiteti është i vogël, thot Avziu. Megjithatë, vrasjet në krahasim me vitet e kaluara shënojnë rritje në rajonin e Pollogut. Vrasjet në Maqedoni, sidomos në sektorin e punëve të mbrëmshme të Tetovës, në vitin që kaluam, vitin 2015, janë shënuar gjithsej 5 vrasje dhe 1 vrasje në tentativë, gjithsej 6 vrasje, nga ku 4 janë ndriçuar. Kjo nuk kupton që numri i vrasjeve që janë ndriçuar shënon një rritje, një efikasitet të mirë të organeve të ndjekjes, dhe sidomos tu rëndësi të madhe kanë edhe metoda dhe teknika e kriminalistikës, i cila ndihmon që të zbardohen gjurmët e veprave penale. Por krahasuar me vitet paraprake, vitin 2014 dhe vitin 2013, numri i vrasjeve këtë vit është duplifikuar, që është shumë shqetësuese dhe brengose për vendin ku jetojmë ne. Rrethanat dhe motive që kanë sjellë deri te vrasjet janë krejt të natyrës së ulët, motive banale, rrethanat të cilët janë një fjalë goje, një ofendim i lehtë, një sharje e cila ka ardhur deri në privimin e një personi nga jeta. Sociologët nga ana tjetër mendojnë se ky fenomen merr përmasat e generalizimit, pasi që të gjitha rastet e vrasjeve që ndodhin në suaza familjare. Magjistria e sociologjisë Ardita Abduli thot se sot shoqëria është bërë shumë e ndjeshme, jeta është teje dinamike, krimi është zhvilluar, tensionet psikologjike janë rritur, aq sa njerëzit, individët brenda familjes e kanë shumë të vështirë që të zgjedhin problemet brenda familjes me marrëveshje. Ajo thot se sistemi i vlerave në shoqëri ka rënë dukshëm, ka çrregullim të normave shoqërore dhe të jetës sociale në përgjithësi. Në Maqedoni shpesh herë kemi pasur sidomos vitet e fundit, siç thatë edhe ju, kemi vrasje të 2 fishtat. Kjo është një formë akoma më e rëndë të krimit. Këto vrasje të 2 fishtat, janë në mes babait dhe vajzës, vëllezërve, bashkëshortes apo bashkëshortit e kështu me radhë, që tregon se brenda një familje në këto suaza mund të shënohen 2 viktima. Ka shumë shkaqe të cilat vlen të analizohen, por në mënyrë kryesore, që ndodhin në suaza të familjes janë grindjet e shpeshta. Grindjet në mes prindërve dhe fëmijëve të tyre, babait dhe vajzës apo babait dhe djalit, trashëgimia pronësore, grindjet në mes nuseve e vjerave e kështu me radhë. Kështu që, këto janë format konkrete të cilat mund të përcaktojnë edhe shkaqet kryesore. Megjithatë, nuk duhet lënë anash edhe një aspekt tjetër që ndodh po ashtu që është prezent në shoqërinë shqiptare, që çon shoqërinë, familjen deri në inkriminim, është nderi apo ruajtja e moralit femëror. Një tjetër faktor është natyrisht edhe trashëgimia pronësore, duke pas parasysh që edhe toka për shqiptarët është një nga ato vlerat më të mëdha në shoqëri, gjë që trashëgimia e shtëpisë apo ndarja e parcelave të tokës nxit grindje në mes vëllezërve apo babait dhe të birit, kur vjen sidomos ndarja e tokës, ndarja pronësore, gjë që nxehja e situatës mund të çojë deri te këto faktorë. Nga ana tjetër, sipas profesorit Avziu, prania e armëve tek popullata shqiptare ka edhe efektet negative. Është e vërtetë se nga 6 vrasjet që kanë ndodhur në sektorin punëve të mbrëmshme të Tetovës, të 6 viktimat janë shqiptarë.
Edhe 4 kryesit e veprave penale që janë ndryshu, pashtu janë shqiptarë dhe kundër tyre ka të paraqitur kallëzim penal dhe zhvillohet procedura penale. E tani, nuk do të kisha thënë që vetëm prania e armëve tek popullata e bën që të ketë vrasje, por shpeshherë edhe ndjenjat e emocionit, ngushtimi i arsyes, vetdijes, rrethonat që përmenda të parëndësishme kanë sjellë deri te vrasjet. Në ndërkohë profesori Avziu shprehet se nga vendet e rajonit bindshëm vendin e parë me vrasjen e mban Shqipëria. Ndryshe në vitin 2013 kishte 3 vrasje me 4 viktima, ndërsa në vitin 2014 3 vrasje me 3 viktima. Pjesa dërmuese e vrasjeve në rajonin e Pollogut janë zbardhur, ndërsa mistere ngelin vetëm një numër i vogël i tyre, por statistikat tregojnë se vrasjet megjithatë shënojnë rritje.